Gjykata e posaçme e shkallës së parë shpalli të njëjtën më 21 maj vendimin për deklarimin fajtore të ish-kryetares së komanduar të Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj, e akuzuar për korrupsion pasiv, pasi u përpoq që përmes një tenderi të hapur të favorizonte ndërtimin e një ure në dobi të familjarëve të saj. Gjykata vendosi dënimin e Islamajt me 2 vjet e 1 muaj burgim, por e pezulloi ekzekutimin e masës ndëshkuese duke e konvertuar në 2 vjet shërbim prove, me kusht që të mos kryej tjetër vepër penale. Po ashtu vendosi dhe dënimin plotësues, që i ndalon Islamajt të ushtroj funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. SPAK kërkoi dënimin e Islamajt me 3 vjet burg dhe konvertimin e masës së dënimit në 4 vjet shërbim prove. Nga hetimi i SPAK u konkludua se e pandehura Zyra Islamaj, kur ushtronte funksionin e kryetares së Bashkisë së Tropojës, ka ndërhyrë tek ndërtuesi Rok Gega për të ngritur urën mbi përrojën që kalon pranë shtëpisë së motrës së saj. Njëkohësisht planifikoi të angazhonte edhe teknikun e mirëmbajtjes së rrugëve, punonjës në Bashkinë e Tropojës, për ta ndihmuar ndërtuesin. Sipas SPAK, ndërtuesi ka pohuar gjatë hetimit paraprak se ky ndërtim nuk ka qenë në procedurat e tenderimit dhe se ai do t'ia bënte dhuratë Islamajt. Çështja u regjistrua bazuar në një kallëzim të kryer nga Partia Demokratike. Por sikur të mos mjaftonte kjo, Zyra Islamaj nuk i friksohet as drejtësisë, por as edhe publikut, duke i sfiduar që të dy në këtë rast në mënyrë të hapur. Së fundmi, Zyra Islamaj, e cila ka mbajtur dhe postin e kryetares së komanduar të Bashkisë Tropojës, kur kryebashkiaku ndodhej i izoluar, madje do ta prezantonte veten si nën kryetare e bashkisë, edhe pse vendimi i gjykatës ja pamundson një post të tillë. Menjëherë do vitë ty. Unë mendoj që me i respektu pak zonja që kemi. Ja kështu krijojmë një balans. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Unë jam Zyra Koka, përfaqësoj një ndër banorët e rrethit Tropojës dhe zëvendës kryetare rrethit Tropojës. Unë duhet të theksoj diçka në lidhje me reformën territoriale të vitit 2014 në vazhdimsi, jo vetëm nga 2014 aknaj, por duke krahasuar dhe me vitet e mëparshme, kur unë kam punuar ka 30 vite në pushtetin vendor. Dhe njoh shumë mirë edhe situatën e komunave, edhe situatën e bashkisë që është aktuale sot. Ndryshime ka, përmirësim cilësie ka. Shërbimi është afruar më mirë pothuajse kur është e grupuar, sepse edhe niveli i taksave ka ardhur duke u rritur. Ti marrim statistikat të shohim nga viti në vit, nëse do të flasim një realitet, jo të flasim për shefin as njërit as tjetrit. Edhe shërbimi është i afruar sepse bëhet një plan. Në një shtëpi robi, kur 20 shtëpie është i ndërgjegjshëm për të punuar, për të mos bën dallime, besoj që do t'i afrohet një shërbim më i mirë. Kur një shtëpi nuk ka 20 shtëpie tamam, pra ai që e drejton, e menaxhon, tregon edhe punën dhe përdorimin e fondeve aty ku duhet më shku dhe më i shërbyer komunitetit sa më mirë. Që ka vend për përmirësime ka, si të shtimit të ardhura, mundësit për të dhënë për të shfrytzuar burimet e të ardhura siç është në Tropojë, se kemi për shembull pajisja e gjithë popullit me certifikata pronësie, kur nuk i jep mundësi qytetarit për shembull për të bën ndërtime të reja për të sjell të ardhura qytetit, atë shikta janë struktura që duhet njehen nga lart e çin mundësitë e afrimit për me kriju të ardhura sa më shumë në Tropojë. Gjithashtu, edhe në lidhje me rentën minerale, që përderisa prodhohet në sinqarkun e Tropojës, të Hasit, Kuksit, të ardhurat vinë aty ku janë burim për të shërbyer komunitetit. Një ndër pikat kyçe për bashkitë, sot që është bën bashkimet tyne, është për shembull, ne kemi mundësi që të thithim investime duke aplikuar. Por çfarë na mungojnë? Burimet, standardet e duhura të burimeve njerëzore. Ktu ka nevojë për përmirësim, që të thithim sa më shumë investime për të pas një përmirësim sa më shumë, duke ndikuar në infrastrukturë, në arsim, në çdo lloj shërbimi. Unë duhet të theksoj diçka vetëm për Tropojën. Hajde shikoni vetëm nga viti 2019 deri në vitin 2026 ndryshimet që janë bën pikërisht në Tropojën. Ato buxhete kanë qenë edhe më përpara. 1% ka ndryshim buxheti kush është financiar dhe ekonomist në këtë sallë. Që di shumë mirë. Ty janë nisë nga prefekti, nga nën prefekti, nga ekonomista që jena këtu. Sepse unë ekonomiste jam. 1% ka ndryshim nga vitin vet. Dhe po të mbledhim investimet që kanë qenë, fondet që kanë qenë për komuna, me fondin që është sot ka qenë më i madh atëherë. Kurse sot gjitha funksionet ushtrohen Bashkinë Tropojë, për shembull, me zjarr fikse, me të emergjencave civile, me bashkimit evropian me tana. Ka ndikim në arsim,
kemi zhvilluar rreth 8 kilometra rrugë asfalt me fondet bashkisë. Po të tërë na kanë qenë, as kena shtu burime tjera, as fondet 1% në ndryshimin nga vitin vit. Edhe përmirësimit e pagat, çdo njëri që është, ka rritje të paga krahasu me vitet më përparshme. Faleminderit. Ndryshime ka, vend për përmirësim ka, por është kush e drejton dhe kush i përdor këta fonde. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Kalojmë tek zotërit aty. Në të cila kushte ngrihet pyetja, apo e sfidon sërish drejtësinë Zyra Islamaj, e cila njëherësh ka sfiduar nëpërmjet vëllait të saj edhe vetë kryeministrin Edi Rama, kur ky i fundit jepte urdhër për lirimin e hapësirave publike, duke mos kursyer asnjë ndërtim pa leje, sidomos në zonat e mbrojtura dhe paqe kombëtare. Kjo ndodhi edhe në Theth, Valbona jo vetëm. Por vëllai i Zyra Islamajt ka ndërtuar në bjeshkët e Sylbicës, kulla, guri e betoni, duke sfiduar publikisht kryeministrin, sepse kishte njëherësh mbrojtjen e motrës, që arriti deri në postin e kryebashkiakes së komanduar.